segmentin e kriptos. Në kripto kemi pasur një situatë pak të vështirë mendoj për tregtarët, sepse në shumë për short kemi parë një support shumë të shpejt në Bitcoin, edhe po shikojmë një rezistencë në zonat 89.000 që unë kam përmendur disa herë të Telegrami falas, dhe prandaj ju sugjeroj të gjithë që të bëhen pjesë, sepse keni mundësi aty të më bëni pyetje gjatë javës për ndonjë gjë që ju doni të dini ose të mësoni ose të merrni mendimin tim për tregjet financiare. Këtu flasim për kripton, për aksione, për çdo gjë. Mulojmë tani Bitcoinin si kryesorin. Du të shikoj dhe dominancën e Bitcoinit dhe ca gjëra të tjera që mendoj që mund të jenë interesante për këtë moment që jemi. Edhe do flasim dhe për Ethereum. Për coinsa nuk ka ndonjë gjë gati, prandaj nuk do flas për ndonjë coin, altcoin që më pëlqen, po Uniswap ka qenë shumë e mirë dhe kam darë te Discordi, por dhe të Telegrami, ku më ka pyetur një djalë, kam dhënë mendimet e mia dhe ai ka përfituar 490% aty dhe kemi edhe kanë darë si screenshot me prova për komunitetin e Telegramit. Flasim për Bitcoinin. Rezistenca me këto vizat në rënje, me në kanaleve. Kemi tani skenarin që po formohet parafërsisht është një higher low, një çmim më të lartë, më të ulët, që është në nivel më të lartë, në një shkallë më lartë, edhe pse është i ulët, po bën shkallët higher high, higher low. Tani do të presim zonën 89 të thyhet, por unë personalisht kam zonën 91.4 si një moment që po ishte çmimi që ndron mbi atë zonë 91.4 për momentin, se varion, mund të ulet e zonë të bëhet në një pozicion pak më të ulët, ndoshta 90.6, prandaj duhet të jeni pjesë e komuniteteve. Sot po që fillon vala dhe shtym për më lartë dhe mbyllet mbi 91.4, unë do shikoja një pozicion për të hapur long, sepse do thyeshe struktura, do thyeshe kanali. Kanali është trokitur shumë herë. Do të jap tani sa herë është trokitur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke pasur 11, 12, 13, 14, 15 herë. A do rezistoj akoma dhe do shtrym për 73, që po duket qartë që në çdo moment që shkon çmimi te 89, po e tregtojnë për short tregtarët dhe s'ka kërkesë për thyrje. A do thyet dera dhe do shkojmë mbi 91.4, mbyllim mbi atë zonë dhe pastaj do anojmë për një long deri te 101. Kjo është pyetja që unë kam. Unë personalisht nuk jam i pozicionuar në Bitcoin dhe po pres. Do të thotë që unë, kur nuk jam i pozicionuar, tregu po vazhdon të marrë vendimin dhe po lodhet një palë, po lodhen a bear a bull, dhe unë do marrë vendimin në thyen të strukturave kryesore. Kemi zonën 86.8 që po u thy, shkojmë prap short, aty. Shumë mundësi e mirë. Unë personalisht po shikoj më shumë te longu, sesa shorti. Shorti mund marrim 15-17%. Unë nuk kam qejf të tregtoj me leverage, tregtoj më shumë me spot, dhe kur pozicionohem te Bitcoin dhe te Ethereum, pozicionohem me shumë kapital serioz dhe mundohem që të kap anim të fuqishëm, jo thjesht të bëj tregtime afat shkurtër. S'më pëlqen shumë dhe po mundohem tani të pozicionohem te ana long dhe atë po pres. Edhe pse mund të shkojmë këtu prap te double bottom, mund të rindërtohet dhe pozicionohemi prap
tek zona 84-85. Njësoj është për mu, nuk ka rëndësi çfarë çmimi jemi, por sa përqind do bëjmë dhe sa është përfitimi kundër rrezikut që unë kam marrë në këtë pozicion. Më duket okay Bitcoini për këtë gjë dhe për lëvizjen për long, por thjesht duhet të bëj veprimet e duhura dhe të kapi zonat e duhura që unë i përmenda pak më parë. Flasim tani për Ethereum. Për Ethereum e njëjta situatë, kemi support këtu poshtë te Visa te kanali dhe kemi rezistencat këtu lart te këto zona. Kemi gjithashtu dhe një support këtu 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, 7, 8 herë tek zona 2.8 deri te 2.6. Po u thy zona e 3000 e 30, 3040 dhe pastaj zona e 3150, unë do shikoja një pozicion për long deri te 3700, më pas shikoja po që këtë ndërton një strukturë afat mesëm serioze për më lart dhe të shtynte në një val pak më serioze, ndoshta te 4000. Apo këtë vendim kam marrë dhe këtu që ka supportet dhe duhet pres për ndonjë thyrje të këto dy zonat që përmendet 3050, 3150. Shikojmë se si do reagohet ato zona për arsyet e mia dhe strategjisë time. Dhe shumë gjëra të tjera që unë analizoj. Këto gjëra i mësoni kur të hyni te Discordi dhe të keni mundësi që të shikoni çdo lëvizje që unë bëj me transparencë. Por kjo është situata, po e pres dhe po duroj, po menaxhoj situatat në përgjithësi duke qenë në cash 100% në kripto dhe i pozicionuar pak më agresiv te aksione për arsye që unë përmenda pak më parë te podcasti. Kjo është situata e kriptos, nuk kam ndonjë gjë tjetër për të thënë këtu, vetëm se po pres këto zona që përmenda dhe po e lej me kaq